pse na I more dhe ata të FRPD-s, thot Laerti, nuk është se I mora ata të FRPD-s. E para njerë bëhet fjalë për një grup shumë interesante dhe vërtet shumë pozitiv, vajzash dhe djemsh të forumit rinor Partisë Demokratike të Vlorës, edhe për dikë që ishte zëvendëskryetare e forumit Partisë të rinor Partisë Demokratike në shkallë kombëtare. Ka krijuar një impakt, patjetër ka krijuar një impakt. Ata nuk u bën socialist dhe disa mund bëhen, disa mund mos bëhen, mbase të gjithë mund mos bëhen, por janë pozicionuar për të dhënë mesazhin, janë pozicionuar për të dhënë mesazhin për arsyet e tyre. Kanë shpjeguar disa arsye edhe në podcast, një përfaqësi e tyre, por ata do të bëjnë fushatën e tyre. Është interesante. Është shumë interesante, do bëjnë fushatën e tyre, jo me Partinë Socialiste, por më vete do të mbështesin mua dhe Partinë Socialiste si rrjedhoj, por duke e kërkuar votën e demokratëve dhe të tjerëve për të pikërisht për atë që unë them, dhe për asnjë gjë tjetër për momentin, pikërisht për atë që unë them, për të mos humbur asnjë minutë në rrugën e antarësimit dhe për të marrë pasaportën europiane për Shqipërinë dhe një pasaport në dorë për çdo shqiptar dhe shqiptare që të bëhet përfundimisht qytetar I BE-s. Kjo është arsyeja pse ata u bën me mua në këtë betejë. A do të na qëndrojnë rrugët të bashkuara më tutje, këtë do ta shohim. Unë kam shumë simpati për ta, shumë respekt. Kam mësuar disa gjëra që I mëson vetëm kur arrin të shohësh gjërat nga pozita e dikujt tjetër dhe kur dikush tjetër ta jep mundësinë që ta bësh këtë. Dhe shmarrëdhënie shumë pozitive. Impakti ka qenë I fortë, kam pasur kontakte të tjera për I të vërtetës me të tjerë në qytete të tjera. I vlerësoj, I respektoj, janë të mirëpritur të gjithë. Kemi një sër individësh që kanë zhvilluar dhe primare që na kanë kontaktuar. Për ato primaret e famshme dhe të tmerrshme, ato primaret e